Mirë se të gjeta në kuzhinë. Mirë se erdi goca. Si është gjendja këte nga kuzhina? Në më të mirën e mundshme dhe pa përparse. Ere mirë vika, me thënë drejtën. Do shi me thënë gjithmonë të drejtën, unë për vete si Albana për shembull, e dua që të jetë lëngu i mishit. Ai se unë e dua me mish, faktikisht, por të jetë lëngu i mishit. Se disa receta e duan mishin, kjo është. Për shembull, petkat. Janë petka. Petkat i bëjmë me qumësht, i bëjmë kemi dhe me mish, me supë. Pa. Lëngu Unë do t'i bëj në tavë. Do t'i bëj në tavë, pa tjetër. Këtu ka mishin. Mishit i kam dhënë një zjerje. Transferoj nga banga. Të banga e kam mundin unë të. Transferoj në pjesën tjetër. Kishte për shaka, se jam në gjendje të ndaj bangën nga soba. Kam gjalpë. Këtë pjesën e gjalpit që kam në fund fare, do t'a shtoj këtu. Kam gjalpin dhe e dini shumë mirë që gjalpin e holloj pakës me vaj. Me vaj. Ups, largoj. Do përshqepën aty, që t'ju them anvisave që po i përgatisim petkat sot në tavë. Petka në tavë. Një prej zajreve që e kemi shfrytëzuar edhe herë të tjera, jo me qumësht, mëgatimet që janë më të thjeshta, më bazike, si themi petka dhe tran dhe trahana. Sot e sjellim më të zgjeruar për një vakt dreke. Sepse jeni shumë mirë? Po. Anvisat? Ato duan, ju glindje? Sa më shumë receta, variantet të ndryshme që ato petkat që kanë aty të thasët prej beze që i kanë përgatitur gjatë verës, vjeshtës, ti shfrytëzojnë dhe në këtë formë. I shojmë pak dhe përbërësit e tjerë dhe në ndishni hapasapi në përgatitjen e recetës së petkave me pull, me domate dhe djathë të bardhë. Ju duhet një tas, një mas prej 220 gram petkash, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 500 gram kofsha pule, një qep e gririmët, 4-5 telpinj hudhër, një lugë çaj rigon i thatë, 220 gram salcë domate shpure, një deg rozmarin, 1 litër 200 ml ujë, djath i bardh i thërmuar, krip, piper i zi dhe rigon, nga erëzat pra, dhe pak spec djegës i grimcuar. Tani, ne i kemi renditur përbërësit me 1 gramatur për katëse për se cilin produkt, por ju pastaj i reguloni, kompensoni vetë, në varësit të sasis që të gatuani. Petkat aty në gjallë dhe t'i shtosh vetëm pak ujë ose vetëm ujë të zjenë, ashtu bëhen akoma shumë të mira. Në më thënë rastet bazike. Atë për shembull, po, ato e dinë të gjithë për shembull. Prandaj dhe unë i kaloj një kaurdisje që të jenë pak më të forta, mos të zbuten fare, sepse ky gatimi i çasit me gjallë dhe kështu është që ta hash vërtet në ças. Kurse tani të mbaj pak peta, të mbaj pak lëngun. Ja u poqëm pak, i shtojmë direkt tu? Do t'i shtosh në tepsi. Direkt tek tava ku do i vendosim sigurisht. Sërisht kam nxehtësinë. Sa aromë mirë që vjen. Gjalpi, pa ashtu edhe petat që kanë brenda vezët. Masën e qepës. Tigani shumë i nxehtë, qepa. Yndyra. E lë paksa. Vendos. Helikën. Për të bërë prerjen. Do të shtoj thelpit e hudhrës direkt dhe do t'i grim për t'i bërë një pure. Pra ju keni salcë domate,
Më jep një kitë lutem. I kam këtu. Që të duhet? Edhe bimët. Marë disa bim. Aromatike. Sërish, prandaj nuk mbulla kapakun. Pakos ujë nga bimët aromatike. I kaloj dhe një. Nuk më duhet. E shtojmë të këqepa masën, ndërkohë kemi dhe mishin e pulës të zjerë. Shtoj një mas kripe. Tek mishi i pulës nuk kam shtuar fare krip. Do të shtoj masën e salsës. E ta afroj edhe si në këtu. Dhe paka shumë janë 3 proceset në vi për ta përfunduar dhe për t'i montuar tani. Kam lëngun, më duhet që të tretet qepa mirë. Kështu që do ta lëmë që të zihej pak. Ta lëmë të zihej. Mishin e pulës të ka urdisur pak, ka marrë pak ngjyrë dhe është zier, me krip vetëm. Dhe zgjedh. Zgjedhim erzat. Erzat. Me radhë. Masën e piperit. Të gjithë erzat që i keni të shkruara, i shtoj normalisht. Nga rigoni, e trumza. Kripa, piperi, pakos fare sheqer, rigon, dhe ja ku jam me të gjitha erzat. Sërish i jap një përzierje të mirë. Do të shtoj, sepse unë nuk dua që të ngelen, të jetë shumë pak në furrë ta lëm pak fare. Shumë pak. Fura e para ngrohur si gjithmonë. Do të përthithen lëngjet sigurisht nga I kalova në tigan, petkave. mund t'i kaloni në furrë. Derisa unë mos të kem atë ngjitjen e petkave. Prandaj shtova gjalpin. Shtoj sërish lëngun. A është në formën e lazanjës? Pa tjetër që është në formën e lazanjës. A është si puna e makaronave elbore? Është njësoj. është gjyveçi, është gjyveç. Pra nuk ka Pra në vend të petave mund t'i zëndësojmë edhe me lloje makaronash. E njëjta përbërje është për zënjen e tyre. Për zënjen e zajreve. Miell, vezë, krip, vetëm sasitë dhe raportet që janë sekreti janë visave që i zënë edhe i përgatisin kushtet. Dhe i kaloj në. Dhe e rëndësishme është pastaj mënyra se si thahen. Ajo është e rëndësishme, bezja që shtohet, është element shumë i rëndësishëm për ngjyrën që do të marrin në fund petat. Vendosim edhe mishin. Mishin me kaurdisje të lehtë. Okej. Shtojmë edhe pak lëng dhe vendosim për t'u pjekur. Ndërkohë,
Ju që i keni përgatitur petkat dhe i keni si zëren e dimri dhe si përdorni sigurisht ato recetën më bazike që ne kemi thënë her pas here me qumësht, na tregoni formulën si zihet brumi i petave për në verë kur ti përgatisni. Vjen pra vera shumë shpejt, hapet koha, dielli është i domosdoshëm për ta tharë edhe për ta mbledhur më pas në mënyrë që të ruhet ngjyra, aroma e brumit, e vezëve që përdoren, sidomos të freskëta për dhënien e brumit. Na telefonojnë, do të jemi pas mesazhit promocional në linjë me ju dhe po ashtu për të gatuar çfarë Albana? Çfarë gatuajmë në pjesën tjetër? Ne të gatuajmë një supë me kërpudha. Një supë Bukur me fort. kërpudha kremoze. Super. Shkrim në gojë që të jetë në ndafsh, që të ketë të gjitha. Do ta zënësoj shumë mirë mishin për vlerat që ka. Pas mesazhit rikthehemi shpejt. Mund të afrohemi me kamerën për të treguar tavën me petka dhe me salcë domatesh, po ashtu edhe me mish pule. Ja, rezultati. Përdoreni për ta gatuar një recetë ndryshe me petkat që keni në shtëpi dhe mund të zëvendësoni siç thamë edhe me lloje të ndryshme makaronash të vogla.